mëngjes. Mirë mëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithë zemër. Uroj që kjo ditë të jetë e mbarë, e bukur, me realizime dhe me çdo gjë që ju dëshironi. Dhe sa herë hap këtë mikrofon, ndjej se hapësira e kësaj studio është shumë e madhe, e pamatë, sepse edhe ata me të cilën vinë me historitë, me ecurinë, me realizimet, me sfidat e tyre, janë në një hapësirë mjaft të gjanë, por që lidhen dhe magnetizohen me Shkodrën tonë. Janë bitë Shkodrës. E ftuara ime sot është një violiniste, shumë njohur, në një pozicion mjaft të vlerësum në orkestrën e Filharmonisë së Sarajevës. Arvida Kulolli Vraco. Prej vitesh ka ndërtuar jetën e saj profesionale dhe familjare në kryeqytetin e Bosnjë-Hercegovinës. Por ecuria e saj është mbreslënse. Ajo është spala e orkestrës, violina e parë e orkestrës së Filharmonisë së Sarajevës. Natyrisht, ecuri të tilla jo vetëm që vlerësojnë dhe nderojnë Arvidën në këtë rast, por na bëjnë krenar edhe ne këtu në Shkodër, që natyrisht kënaqemi, gëzohemi me ecurinë e shkodranëve tonë kudo që të ndodhen. Në këto momente, regjia po më lidh nga Radio Shkodra në Sarajev, ku na pret violinistja Arvida Kulolli Vraco. Nadia, mirë mëngjes Arvid. Të falenderoj që je prezente sot në Mirë mëngjes Shkodër. Faleminderit për ftesën, ju përshëndes gjithëve. Të shoh mjaft të kënaqur, entuziaste në një mëngjes që të lidh me Shkodrën. Natyrisht është diçka e bukur, për mua është shumë, po besoj se edhe për ty të flasësh me Shkodrën. Patjetër, si mos dukem unë mirë me energji të mirë, kur e disha që kjo ditë do niste lidhje direkte me ju. Ju falenderoj edhe një herë për ftesën, jam shumë e lumtur dhe krenare që jam pjesë e panelit tam Merita, ku aty në studio ose online i jepni mundësinë shumë njerëzve me shpreh emocionet e tyre, me tregu pjesa nga jeta e tyre, me tregu suksese, themi që kanë arritur një jetë dhe vlerësoj shumë. Falenderoj shumë për ftesën. Falenderimet janë nga ana jeme, sepse unë e di që ti ke një ditë intensive dhe je përkushtuar këtij momenti në një këtë komunikim të drejtë për drejtë me ne. Gjithmonë unë hapësirë të madhe i jap një ngjarje aktuale, një ngjarje të freskët, e cila ndodh në ecurinë të ftuarve të mi. Për ty, natyrisht, por edhe për atë formacion që ti përfaqëson si që je në pozicionin e violinës së parë të orkestrës simfonike, filharmonike të Sarajevës. Vitet e fundit keni pas koncerte, keni pas të ftuar special, siç është Jose Carreras, një tenor i famshëm, një ngjarje besoj që të ka bërë shumë përshtypje, apo jo? E vërtet. Të lush në Filharmoninë e Sarajevës është kënaqësi, është respekt që më është dhënë një përgjegjësi jo e vogël. Tulem në një pozicion ku përpara sa viteve, sepse Filharmonia ka 100 vite që ekziston, dhe më thënë aty janë ullë njerëz shumë të ratë, dhe jam shumë e vlerë që jam ullë në atë pozicion për jam ullë. është përgjegjësi për mua, është një ndjesi shumë e veçantë. Jam falënderuese ndaj Zotit, ndaj meje, ndaj familjes, për suportin që më kanë dhënë, sepse siç më dhanë të mira kënaqësinë që ka, ashtu ka dhe sfida, dhe shumë mund dhe sakrifica. Sidomos për mua që tashmë jam dhe një nanë e ri me 2 fëmijë, por besoj që nana tjetër më jep një motiv për të vazhduar përpara. Filharmonia në 2023 festu me 100 vjetorin, që 1923 Filharmonia e Sarajevës është themeluar dhe tashmë jemi në 2026. Nuk mund të përmendni emrat e solistave e dirigjentëve sepse janë shumë vite.
Koncerti I fundit siç e përmend dhe ju ishte me Jose Carreras, ishte një ndjesi që nuk do ta harroj kurrë në jetë. Ishte për mua si një maje po themi dhe karrierës time, në pozicionin ku jam unë, të dashim bashkë skenën, bashim bashkë muzikë, me të ishte një njeri I mrekullueshëm. Unë si një vajzë them e re, mosh, kisha me gju për Carrerasin, për publikun e gjanë, ajo është një tenorët me famë botnore, po them shkurtimisht dhe thjesht pjesë e 3 tenorëve, pra Pavarotti, Carreras dhe Domingo. Ai ishte një njeri aq I thjesht Merita, aq I mirë, aq më kanë ndjeshë shumë komod, por kulmi I gjithë këtij koncerti, leo ta them direkt, ishte kur më falenderoj shqip. Të falenderoj shqip. Në status në Facebook, më tha faleminderit, po aty për momentin nuk po I besosha veshve dhe më futin tallë në mine sepse tregoj një kur figurat e tilla vinë në për orkestra, unë e kuptoj që ato marrin informacione më gjana për orkestrën. Çfarë orkestrash janë, çfarë repertorish luajnë, kush është violina parë, kush do koncert maestri për atë program, për atë koncert. Dhe kjo tregoj që ato edhe ishin interesuar pak, sepse për faktin që ishte në Bosnjë dhe mu më falenderoj në shqip faleminderit, kam gjetur shumë të pa fjalë. Edhe ishte një eksperiencë që nuk do ta harroj. Një vlerësim sepse natyrisht Spala, violina e parë, ka rolin e saj në gjithë curin e shfaqjes, e cila patjetër ka përmbledhur një program shumë të bukur me një artist kaq madhor, siç është tenori Jose Carreras, por që ti ke pasur rolin tënd, kishe ndonjë moment solo apo ndonjë moment evidentum, sepse padyshim kjo të bën shumë të ndjeshme. Po, zakonisht violina parë në arje që luajnë që këmojnë tenorët, ka linja të lehta, por që kisha solo. Kemi bë prova shumë intensive për 2 ditë prova, ne kemi realizuar koncertin me Carrerasin, kemi luajtur 26 arje. Dirigent ishte David, ishte Gomines, ishte niti I Carreras, ishte edhe një soprano Diana Tugui, që ishte e flume speciale. Nuk e di nga kjo filloi, ishte një emocion shumë I madh. Ishte një ekip shumë I gjanë që e shoqëronte Carrerasin, që organizonte, domethënë kishte ai ekipin e vet, ekip veç për mikrofone që do organizohej shumë orkestra, partiturat në ardhen gati, do gjatë sepse ishte për shkak tonalitetit zanit, ku për momentin këton Carrerasin, sepse duhet marrin parasysh, ai ishte në moshë 80 vjeçare, dhe dihet kordat e zanit nuk e lejon me kënaqësi dikur, por ishte fantastik. Ishte një ndjesi super. Me shumë shkurt prova që kishim, besoj që e kemi realizuar shumë. Ky është arti I bukur që transmeton vlera, por që komunikon edhe me artistët kudo që të ndodhen në botën e artit. Unë besoj se këto 10 vite që ti je në vendin e Spalës, së kësaj orkestre tashmë mjaft digjitoze, me një histori, me një traditë më se 100 vjeçare, janë për ty një shkollë e vërtet, por edhe një shumatore ndjesish, sfidash, arritjesh, emocionesh të fuqishme, realizimesh të bukura. Si do ta konsideroje ti deri më tani këtë ecuri 10 vjeçare në pozicionin e violinës së parë të orkestrës së Filharmonisë së Sarajevës? Ecuria ime, siç ikin dhe vitet, ti pjekësh më shumë profesionalisht, ashtu rritesh dhe si person, si njeri. Besoj që jam më mirë se në vitet e para, sepse ti fiton eksperiencë, çdo dirigent I huaj që I vjen, sjell me vete një shkollë për çdo instrumentist, çdo këngëtar, çdo lloj projekti që organizohet, ti mëson ai lloj projekti. Ende veti më të formuar me Merita, ajo profesioni jonë dihet gjithmonë pa mirë e ma mirë, gjithmonë do të jesh në luftë, do të studiosh, do të japësh më të mirën tënde, por besoj e kam dhe si motiv për jetën, për disimin, ka baki më organizuar, ti duhesh t'jesh vetëm për anën profesionale, por ti duhet të mash një gjithë ekip bashkë, kemi marrëdhënie të mira me gjithë kolegët e Filharmonisë,
mundohem të jem e thjesht, ashtu siç jam dhe vetë, nuk dal asnjëherë nga vetja. Kemi shumë projekte, sepse vetë Filharmonia e kam thënë dhe më përpara kur kam qenë ekstreme e kjo, është e vetmja themi orkestër profesionale që luan dhe operat dhe baletet dhe koncertet simfonike. Pra kemi një repertor shumë të ngjeshur. Edhe për mua jam me fat, mundohem gjithmonë më dhanë më të mirë nga vetja, studioj shumë dhe e ndjej veten me fat sinqerisht që kam arritur ulem aty në atë pozicioni. Pra, po thoni të që orkestra juaj shoqëron edhe operan, shoqëron baletin dhe jep koncerte simfonike, i cili mund të ketë të ftuar të shumë, të ndryshëm, rasti më i fundit ose Carreras, por nuk kanë munguar edhe të tjerë artistë. Kjo tregon që ju jeni gjithmonë në pistën e vrapimit, në garë me veten në radhë të parë dhe me arritjet në stadet e artit tuaj. Po, është e vërtet. Filharmonia ka programin e saj, që këto po e bajnë në një vit marrin një shef dirigent, çdo vit e ndryshojnë. Dhe ai shef dirigent si themi projektin e tij realizues, kemi komplet planin për një vit, planin e projektit të Filharmonisë, me koncerte simfonike, me solistë tuaj, që është orkestra simfonike. Ndërkohë në anën tjetër janë opera dhe balete, po ashtu dhe ato planifikojnë planin e tyre dhe ndërturen. Mund të them në muaj mund të ketë 4-5 projekte. Kjo nuk është gjë e lehtë, di 4-5 projekte në muaj, sepse vjet realisht sa ditë pa muaj, ne aq ditë kemi në dispozicion për të bërë prova për këto lloj projektesh. Edhe është sinqerisht është ngjeshur shumë. Me mirë, kemi koncerte, kemi udhëtu, kemi festuar qendvjetorin, pra mund të them 2 emra kollosësh dirigjentesh që për të hapë sezonin kur festuam me qendvjetorin në 2023, erdhi Ricardo Muti dhe për ta mbyllur sezonin kishte Zulin Mehta. Unë për gjithë publikun e thjeshtë dhe ato më profesionistë ato e dinë se kush janë të dy kolosë dhe të jemi pjesë orkestrës nuk kam fjalë. Ishte një arritje sinqerisht sepse nuk do na jepet rasti, ato janë edhe në moshë dhe ishte një vlerësim që nuk e di se kur do i kemi prapë të mundësi të shohim nga afër, të komunikojmë me ta, megjithatë kishin një lloj protokolli, nuk lejohej ishte normale gjatë provave, nuk lejohej një vit të beziste, por ato ishin aq thjeshtë, aq të mirë sa nuk e di. Të gjitha janë universitetet tuaja. Të gjitha këto janë universitetet tuaja, sepse çdo praktik është diçka e mrekullueshme në Ecuri. Si ke ndjer veten në rolin e Spalës, sepse natyrisht jo vetëm gjatë ekzekutimit të një pjese, por në të gjithë Ecurin, Spala ka një rol shumë të veçantë si akomoduese e një klime mjaft të mirë bashkëpunimi dhe transmetimi vlerash, apo jo? Është e vërtetë. Duhet ta pranoj Merita të them që ka një lloj tjetër kulture. Unë kam pas fatin, prapë them fal profesionit, të shëtis në shumë vende në botë dhe të luaj në shumë orkestra. Nuk di të them tash, sepse janë sinqerisht shumë që kur kam qenë studente dhe deri tani në vitet e tanishme. Duhet t'i vlerësoj për kulturën profesionale që kanë. Nuk bëhen fjalë respekti orareve, nuk bëhet fjalë momentit kur Spala vjen të kam për ta kurduar orkestrën, për të dhënë një ide ndryshe, sepse Spala është ajo ura lidhëse ndërmjet dirigjentit dhe orkestrantëve. Sot për sot e ndi vedin mirë, besoj që kemi funksionuar mirë, që kur kam pas një klim të këndshme, dhe thjesht ajo Ecuria ime që kam arritur ulem në atë pozicion, mendoj që e kam arritur vetë në aftësitë e mia, duhet thënë kjo, e kam thënë dhe herë tjera, ekzistojnë dhe vende, sepse kjo që ka dalë ajo që duhet të kesh një suport, duhet të kesh një tjoftën, jo, në rastin tem jo, sepse kam marrë vetë, nuk kam pas njeri këto, dhe kam arrit me forcat e mia, duke studiuar shumë. Jam shumë falenderuese gjithë profesorave të mi, që janë të shumë, po janë burë, që kanë formuar themelin artistik. Në shkollën e mesme artistike Prenjakova, më pas në Universitetin e Arteve, e më pas skena u hap për ty më vonë. Të lumt Arvite, më bërë në përshtypje
kur thej që unë erdha vetëm, nuk kisha ndonjë njohje apo ndonjë mbështetje speciale, vetë puna jeme më ofroi një pozicion të tillë siç është violina e parë në orkestrën e Filharmonisë. Bravo. Është e vërtetë. Krenarie. Bravo, Faleminderit. bravo. Por unë mendoj se ti duhet të studiosh shumë, apo jo? Ose studion shumë. Po, studioj shumë, dihet profesioni jonë është si sporti, don kohën e vetë, don studimin e vetë çdo ditë, është sfidë, sidomos për një femrat, e ta dhe ma përpara tashmë jam nane e 2 fëmijëve, por vetë jeta më ka mësu dhe profesioni gjithashtu, që duhet jemi shumë të organizuar dhe mendoj që kjo jo vetëm profesionin tonë, por edhe një jetë dhe në çdo lloj profesioni tjetër, njeriu duhet të jetë shumë i organizuar, sepse dhe vetë jeta tashmë është shumë e shpejtë dhe secila gjë kërkon kohën e vet. Pra, unë jam dhe nanë, jam dhe bashkëshorte, jam dhe kolege, jam dhe në punë, kam një pozicion që ka goxha përgjegjësi. Kështu që duhet të studioj shumë dhe organizoj ditën maksimum. Me sa të kam ndjekur, ti the shumë pozicione, por ajo folea e dashtun e siç i themi ne këtu në Shkodër, gjinia jote ka një pozicion të veçantë në zemrën tënde, ti shpesh herë ke një kamp edhe në Shkodër dhe viziton Shkodrën tënde, apo ja? Patjetër, gjinia jeme, dua të them kështu publikisht, po zgjerohet familja. Unë kam mamin e babin, falë Zotit e gëzojnë shmet të mirë, vi shpesh, kam vllajën tim, dhe tashmë Zoti na ka beku me nusën e vllajt, kam një nip dhe po pres dhe një mez vogël. Prandaj në tham që gjinia po më zgjerohet. Jam sa bukur, bekime. Po, jam shumë e lumtur, vi shpesh, dhe si themi ne kam ku më ardhë dhe vi, gjej ambientin tem, familjen teme të mrekullueshme, ta që vjerë Zoti më ka beku me vllain, po ashtu dhe me nusën, nuk kam motër, po nusja e vllajt më rdosin një motër, dhe nipi dhe mesa që po e prisin, dhe fëmijët e mi, kështu që vi shpesh me Rita, organizoj kohën dhe djalë e shkollë, duhet kemi planin e punës, si thonë dhe bashkëshortja e njëri punojmë bashkë dhe shikojmë kur jemi të lirë në filharmoni, kombinojmë dhe shkollën e Omarit dhe vim. Është pak rrugë e lartë, por të vim, jemi mësu. Ne themi që kush ka shtek, gjithmonë e gjen atë, s'ka mo të keq për të. Normal, fix, pa. Arvid, po ti ke arë në Shkodër natyrisht për me pa njerëzit e zemrës, por në një rast ke arë dhe për projekte artistike, dhe nuk e di si e sheh këtë mundësi tënde si artiste, si violiniste, për me bashkëpunu me Shkodrën e artit. Është e vërtet. Drejtën me thanë, unë nga Shkodra kam ikë 18 vjeqe dhe 4 vite kam pas studime në Tiranë me profesor Lorent Radovani. Dhe sa marrova studimet atje kam ardhë në Sarajevo, pavarësisht se unë kam udhëtuar shumë dhe kam marrë seminare dhe trajnime të ndryshme në përbot, por duhet të them që akoma ka vend dhe dëshira nuk vdes kurrë për të kthy, për të bashkëpunu me orkestra në Shkodër, me projekte artistike, pse jo. I fundit në Shkodër më sa më natë ishte që organizoi Arta Nikulli, falenderoj dhe profesor Lorent Radovani, ishte muzika për te kufive. Po, muzika për te kufive në 2019. Po, më duket, organizu me muzikant nga Ballkani dhe besoj ishte diçka shumë, ishte një urlidhse ndërmjet muzikantëve, ndërmjet kulturave të ndryshme. Unë me thënë të drejten po loboj në një lloj projekti të atij, nuk du me folë shumë sepse nuk më pëlqen të flas kur disa gjëra nuk janë akoma konkrete, por po punoj shumë fort. Kam kontaktuar disa ambasada, disa ministra kulture në rajon dhe në Ballkan. Pse jo që ne kemi një lloj koncepti të përbashkët dhe të shkëmbejmë dhe program nga kompozitor të Ballkanit. Dua të përmend dhe faktin, nuk e di, para 2-3 vjetëve, në mos gaboj, para 2 vjetëve më duket, Filharmonia organizon çdo vit, jep mundësinë solistave të orkestrës
jepet një natë me koncert solistash, pra të dalin të duajnë diçka solo. Në atë koncert dola si soliste dhe kam luajt pjesën e Pjetër Gacit, balladën. Ku orkestroi balladën një mik i jemi Armand Broshka, është figurë shumë e njoftën për momentin në Shqipëri, edhe bani një realizim fantastik. Pjesa u prit shumë mirë nga publiku, më mend që erdhen të më pyet, është një pjesë mrekulli, a mund ta luajmë, a mund ta marrim? Normal që jo, nuk e kam atë drejtë autori, por pjesa pati një sukses shumë të madh dhe ishte një emocion dhe një ndjesi ndryshe të luash balladën në Filharmoninë e Sarajevës dhe gjithë instrumentistët e pritën shumë mirë dhe shoqëruan goxha mjaft mirë. Ta ndjekim atëherë. Dhe tani rikthehemi përsëri në lidhjen tonë, ftesa që orkestra bën për instrumentistë të ndryshëm, ndoshta të kanë gjallur edhe ndonjë dëshirë për që aty të kesh edhe të tjerë miq tuaj shqiptar që natyrisht na gëzojnë me ecurinë e tyre. Unë e di që ti gjithmonë nuk i humbet lidhjet me miqtë e muzikës. Kudo që të ndodhen, brenda apo jashtë Shqipërisë? Po, është e vërtet. Ma shkas nga kjo që sa po thatë të përshëndes dy koleget mia, Elsa Bashin dhe Josefina Gajtanin, që ishin pjesë e panelit tuaj. Po, kanë qenë pjesë e Mirëmëngjes Shkodër. Po. Përshëndetje. Gjithashtu i përshëndes, gjithashtu mbaj lidhje me shoqen time të klasës Klodiana Abrahimi. Është dhe një soprano fantastike, mrekullueshme. Kam disa projekte me Klodin, sepse është një soprano që meriton mbështetje dhe shpresojmë të bëjmë diçka bashkë, se jo ta sjellin në Shkodër. Dua të përmend dhe një kolege dhe shoqe shumë ngushtë, ajo është Mariola Lishi,
është vajza e madhe. Përshëndet, Nazmi Lishi, përshëndetje Mario. Mariola është e mrekullueshme, shpesh i the Mariola je a qafti, po bën gjithë këto koncerte, kështu ti je tip që nuk i shfaq, do t'i nxjerrë unë për këto media sociale, po është tip E vërtet. Po. Kërkoj ndjes, shputje, dhe i përshtes gjitha këto kolegët e mia dhe shoqet dhe gëzohem kur i shoh që edhe këto ka një ecurinë për botë. Jam shumë e sigurt, Merita, që shumë shkodranës, shqiptar po e thot, po flasim për shkodranës, ka shumë që po ecin në për skina botnore, në për orkestra si këngëtar, si balerin, si artist, si piktor, dhe më thanë, ma i me një shprehje që ma ka pasan profesor Ibrahim Madhi, kur erdha në akademi për herë të parë, dhe lujta diçka për te, dhe më tha, moj vajza, 50% e ke nga origjina kur vjen nga klima, 50% të talentit. Është vetë se harroj për të shprehje. Kështu që uroj gjithë dhe sukses dhe mbaj qefi kur i shoh që shumë nga kolegët e mi, shoqe, klase, shkolle kanë ecori të tillë. Gjatë fjalës tënde, Arvit, më bën përshtypje ecunia, guximi, i cili mbështetet mbi themelet forta, me kam në tokë, mi studimin, mi përgjegjësitë që merr. Natyrisht ajo vajza që erdhi e vetme në atë vend që quhej Sarajevo, që ti ndoshta e njihje, po nuk e njihje natyrisht aq mirë sa që njeh tash ti, ka krijuar jetën e saj familjare. Bashorti yt, Amiri, është instrumentist. Po. Apo jo? Admiri është trompë e parë e filharmonisë. Trompë e parë, po. Po. Dhe natyrisht ky është edhe mbështetja jote më fuqishme, apo jo? Jo vetëm në orkestër, por gjatë gjithë rrugtimit tuaj. Si është jeta jote përtej sallës së koncerteve, përtej sallës së provave? Po. Admirin e kam njoft këtu, është trompë e parë, siç e thash, dhe është profesor në Akademinë e Arteve në degën e trompës. Admir është një djalë shumë i thjeshtë, është një djalë me kam tokë, prandaj Zoti mos edhe na ka bashku. Jam shumë falenderuese për jetën që më ka dhënë. E kam çdo gjë, se e kam thënë më përpara, kur ti në një vend kuj, bashortit bëhet më shumë se bashort. Kur ne kemi këtë profesion që kemi, bashorti luan një rol të jashtëzakonshëm. Siç luan ai për mua, mendoj që luaj edhe unë për atë. Sepse të dy ne kemi këto lloj pozicionesh soliste në orkestër dhe janë pozicione me shumë përgjegjësi. Kur unë studioj, Admir organizohet me fëmijët. Kur studion Admiri, moment të organizohem unë. Mos ishte ky lloj bashkëpunimi, do ishte shumë e vështirë, Merita, si për mua dhe për Admirin. Por ajo që ju gëzon më shumë, ende më shumë, janë fëmijët tuaj. Ti ke një djalë që tashmë është në shkollë, ndoshta, ha? Në shkollë, pa në klasë 3. Në klasën e 3, paçi me jetë, por edhe vajzën, atë lule të bukur që ka qel nga dashuria juaj e familjes dhe nga mbarësia që ju keni, apo jo? Është e vërtetë, jam shumë falenderuese Zotit për familjen që më ka dhënë, për jetën që më ka dhënë. Rejhana ka ardhur mbas 8 viteve, kur Omar ishte 8 vjeç. Do të them të drejtën, e kisha pak dilemë, por ishte një shtyse dhe duke pa dhe vetin, themi në gjuhën popullore jabanxhie, më dhimbse dhe omi. Dhe falenderoj Zotin dhe na bekoi me Rejhanën. Rejhana është 17 muajshe. I paqshëm në shkollë. Omi është në klasë të 3. Edhe kjo është jeta jonë për njerëz modest, tash themi, por mundohemi të organizojmë jetën. Patjetër që ata do të jenë aty shpeshherë edhe kur bani prova në salla, sepse zakonisht fëmijët e artistëve rriten në teatr. Përveç shtëpisë së tyre. Është e vërtetë. Omi është gjithmonë pjesë e jona, një gjithë kolektivin. Vjen për prova, e marr për koncerte, se duhet i ushqej edhe një lloj fryme. Një dashuri për artin, për muzikën klasike, pse jo, asnjëherë nuk i dihet e ardhmja atyne, ato do zgjedhin vetë për të ardhmen e tyne, unë nuk do i forcoj,
por kur e mendoj këtë janë fëmijë që rriten dhe në barkun e nanës në ujë, aty kanë dëgjuar gjithfarë lloj simfoni, gjithfarë lloj koncertesh, ka një tjetër feeling. E marr Romin shpesh, megjithëse për momentin ai shkon ndjek tenisin, lumë sport, shkon për anglisht në gjuhë, shkon në një shkollë shumë të mirë këtu, dhe është shumë nxënës i mirë themi dhe është fëmijë inteligjent. Jam pak modeste, për është fëmijë i mirë dhe i marrë. Kjo është lumturia më e madhe një nëne dhe një familjare. Megjithatë, provat janë intensive, ato janë emërusi përbashkët që lidh ditët tuaja dhe që i kornizon bukur nga mëngjesi deri në mbrëmje. Po përgatiteni për diçka pas koncertit me Carreras? Po, kemi pas dhe 2 koncerte tjera mbas atij koncerti, për momentin po përgatisim këtë muaj, kemi premierën operën Janis Kikin dhe Cavalleria Rusticana. Në maj do kemi liçenin e Mjellmave, që janë përdorim si premiera. Ndërkohë koncertet simfonike me orkestrën vazhdojnë, kemi 2 koncerte ose 1 koncert muaj. Ka plot koncerte me Rita, orkestra ka udhëtu, ishim në Amerikë, koncerte pa fund. Kemi dhe drejtorin që e drejton është shumë i aftë dhe do shumë muzikën, artin, na mbështet gjithëve, do bën për projekte, për fonde, sepse dihet si kudo në botë nuk është e thjeshtë, por duke qenë orkestër profesioniste dhe e kryeqytetit e shtetit bosnjak, shkon shumë mirë dhe besoj që është, mund ta them me plot gojë, është një ndër më të mirat në rajon, se jo dhe më gjanë. Ka shumë repertor, shumë solista, shumë dirigjenta, që vetëm prova, koncerte, prova, projekte tilla, jemi plot. Ti din, na thona puna flet vetë dhe gjithë këtë aktivitet s'ka se të mos flas. Apo ja, aty je ti e para e orkestrës, aty je ti që transmeton vlerat tuaja, por edhe një krenarie jona prej Shkodre. Ndaj dëshiroj që ky mëngjes, ashtu siç është për mua dhe për ty, të jetë shumë motivues edhe për të gjithë ata që na kanë njek gjatë kësaj lidhje të drejt për drejt nga Shkodra në Sarajevo, dhe pse jo të jetë frymëzues në hapat e gjithë secilit pavarësisht punës që bajnë. Por muzika i lidh të gjithë. Kjo është diçka ndjesore, diçka që lidhet me emocionin, me shpirtin. Ndaj të falenderoj shumë për të gjitha ato çfarë the Arvid dhe të uroj që esuria jote të jetë gjithmonë e tillë, mbreslansa, të jetë motivuese, të jetë në stade që ecin në lartësi ashtu siç koha i kërkon. Të falenderoj me një përshëndetje shumë të ngrohtë zemre nga studio e RTS Shkodrës. Faleminderit ju për qafoj, faleminderit. Një ditë të mbarë dhe me plot shëndet dhe suksese. Faleminderit. Faleminderit.